Në qendër të Krutjes qëndrojnë ende sot dy dëshmi të heshtura të një historie të gjatë, traktori i parë dhe obelisku i punëtorit, relike që dikur përfaqësonin krenarinë dhe zhvillimin e zonës. Muzeu i Krutjes, i ngritur në vitin 1986 me kontributin e vyer të ndjerit Loli Davidi, u shkatrua në vitin 1991, në ditët e para të ndryshimit të sistemit nga vetë banorët e zonës, një akt që në atë kohë pasi shkëputje nga e shkuara, por që sot shihet si humbje e një pasurie të rëndësishme historike. Reliket e muzeut u trajtuan si simbole të komunizmit, ndërkohë që në thelb ato përfaqësonin historinë dhe identitetin e Krutjes. Traktori i parë i ardhur në Myzeqe, pikërisht në këtë zonë, u nxor jashtë muzeut dhe me kalimin e viteve u dëmtuar rënd, deri në degradim të plot. Pas viteve 90 ai u zhvendos disa herë nga drejtues të ndryshëm vendor, fillimisht pranë komunës e më pas tek memoriali, por asnjëherë nuk mori vëmendjen dhe mirëmbajtjen që meritonte. Dikur simboli punës dhe krenarisë, traktori ishte dhe emri i ekipeve sportive të rrethit Lushnjë dhe të zonës, duke mbartur një identitet të fortë lokal. Sot këto relike qëndrojnë të heshtura, të lëna në harres, në vendin ku dikur nisi historia e tyre. Ato mbajnë mbi shpatulla dekada kujtimesh, por njëkohësisht pasqyrojnë dhe mungesën e kujdesit për trashëgimin. Banorët e Krutjes jashtëkamere e pranojnë se nuk arritën të ruajnë muzeun e dikurshëm dhe as mbetit e fundit të traktorit, i cili sot do të kishte një vlerë të madhe historike, një kujtesë e fortë se historia nuk duhet harrohet, por të ruhet dhe të trashëgohet për brezat që vijnë.